Miq, shok, vëllezër dhe motra, lajmi i bujshëm, tani dëgjojeni këtë. Piramida më e madhe në botë nuk është ndërtuar nga njerëzimi, por nga një civilizim i panjohur. Madje është ndërtuar 30.000 vite më parë. Dhe lind pyetja, si është e mundur që vazhdojnë ende sot studimet e mirëfillta të na tregojnë se piramidat janë ndërtuar nga njeriu primitiv. Sepse nëse kjo është zbuluar që është ndërtuar nga një civilizim i panjohur, atëherë edhe piramidat e tjera janë ndërtuar të tilla, pra nga një civilizim jashtëtoksor ose i panjohur. Tani ndiqeni me kujdes dhe kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihni sërish dhe falenderoj që jeni për bashkë. Do ta filloj kështu. Do t'ju pyes, kush është piramida më e madhe në botë për ju? Padyshim shumë për ju do thonë ajo në Giza, pra në Egjiptin e lashtë ose në Egjipt. Nuk është kështu, është gabim, sepse piramida më e madhe në botë nuk është as ajo e Kinës që është zbuluar e vite 2011, por është piramida më e madhe në botë është në Visoko, pra në Bosnjë, dikur zonë e Iliris. Tokë Ilire, ishte dikur dhe njëjë. Në fakt, këto piramida kur u zbuluan, fillimisht pretendoi se e kishin ndërtuar Ilirët. Por çfarë ka ndodhur kohët e fundit dhe pse pretendohet që është ndërtuar kjo piramidë e madhe, pra piramida e diellit në Visoko, e kanë ndërtuar pra një civilizim jo njerëzor. Tani po ja u tregoj. Atëre, Amir Osman Axhiç, që padyshim shumë për ju që njoheni, kemi intervistuar, e kam intervistuar në programin Enigma, ai në vitin 2005 shkoi, sepse jetonte në Amerikë, shkoi në Visoko, aty ku kishte lindur, me pak fjalë, dhe tha që këtu ekziston një piramidë. Dhe aty filluan punimet. Fillimisht filluan që ta qeshnin, por në fund pastaj pas disa muajsh kuptuan që kishte diçka dhe filluan gurët e parë që ai t'i nxirrte gurët e parë ngadalë derisa zbuloi pra piramidën e parë. Dhe aty u zbulua që ka edhe 2 piramida të tjera, pra janë 3 piramida. Mirë po, unë dua t'ju flas për piramidën e parë që janë bërë studime. Studimet kanë filluar që në vitin 2005-2006, por studimet e mirëfillta kanë filluar në vitin 2010 në 3 laboratorë. Një në Republikën e Çekisë, një në Francë dhe një në Itali. Dhe unë do t'ju them se çfarë rezultatesh kanë dalë pikërisht nga këta laborator për të arritur në këtë konkluzion që civilizimi ynë pra nuk i përket atij ndërtimi ose ai ndërtim nuk i përket civilizimit tonë, pra njeriu të sotëm. Duhet të dini që njeriu i sotëm, pra njeriu i zhvilluar që njohim sot, le të themi që ai filloi zhvillimin e tij nga vitet 600-700 para erës sonë. Pra rreth 1000 vjet, le të themi kështu, para erës sonë, bie që 3100 vjet parafërsisht. Ky është zhvillimi i njeriut që njohim sot, pra i njeriut sapiens. Sepse nëse njeriu ka kohë që lindi si Homo sapiens, ky është zhvillimi i tij. Sepse duhet të dini që me lindjen ose me shpikjen e hekurit dhe të bronzit u bë zhvillimi. Nga aty filloi zhvillimi. Apo jo? Dhe zhvillimi filloi me metale të vogla, jo me gjëra të mëdha. Pra është e pamundur që ta ketë ndërtuar njeriu një gjigant, një piramidë gjigante kaq komplekse. Tani çfarë ka dalë nga këto laborator? Pikë së pari, duhet të dini që pika 1 që është shumë e rëndësishme, në këto piramida, në piramidën e diellit, është kërkuar sepse kanë gjetur disa artefakte. Dhe këto artefakte ose materiale që kanë gjetur brenda, i kanë studiuar dhe i kanë çuar në të 3 këta laboratorët që ju thash më përpara. Laboratori 1 ka zbuluar diçka. Unë e pikturova diçka këtu shpejt kështu dhe po ja u them tani. Atëherë, zëreni sikur këtu janë gurë të mëdhenj që fillojnë nga 300 kg deri në 1 ton, 2 ton. Këta janë gurët. Pra gurë të mëdhenj që janë ndërtuar piramidat. Dhe këtu brenda këtij guri janë gjetur disa hekura, jo vetëm të njëjtit, por të gjithë piramidës. Këta hekurat që shihni këtu. Dhe janë në formë T-je. Pikë së pari, këta hekura që janë vendosur direkt në gur, nuk janë të vendosur aty me çekan ose me diçka, por duket sikur janë të shkrirë këtu. Pra kanë vendosur gurët poshtë dhe pastaj kanë shkrirë metalin dhe pastaj kanë vendosur gurët sipër. Pra ky lloj metali që është në formë T-je nga të dy anët
duket si kur lidh gurët njëri me tjetrin që mos të rëshqasin. Pra, jo duket, por lidh gurët mes njëri tjetrin që mos të rëshqasin, mos të shkëputen. Dhe ky është fakti 1. Tani, çfarë ka ndodhur? Fakti 2. Materiali që është përdorur është hekur, por ky lloj hekuri nuk ekziston ende sot i përpunuar në këtë formë. Pra, përpunimi i tij ka parafërsisht rreth 46% nga 30 deri në 46% të hekurit sot. Pra atë që ne përpunojmë sot. Por bëni kujdes, i hekurit të viteve pas viteve 2020, jo i hekurit të dikurshëm, sepse ai hekurit të dikurshëm nuk ishte kaq specifik, kaq i rëndësishëm ose kaq i përpunuar mirë. Dhe ky lloj hekuri, pra që kanë gjetur aty tek piramida, është i padiskutuar që nuk i përket njeriut. Ky është lajmi i parë. Lajmi i dytë është formuar, sepse materiali metali në përgjithësi mund të datohet, është formuar parafërsisht 29.000 ose 30.000 vite më parë. Ky lloj hekuri këtu është shkrir ose është formuar aty, ose është bërë diku tjetër, ose kanë vendosur pak rëndësi ka, të gjithë studiuesit thonë që është shkrir aty, dhe nëse është e tillë, pra e kanë shkrir aty hekurin, do të thotë që absolutisht nuk mund ta bënte njeriu që ne njohim, sepse ne e shkrim hekurin vetëm nga vitet pas viteve 1800. Kështu që ai hekur nuk mund të shkrijej ashtu në atë formë, ose le të themi që sikur edhe hajde, po themi që shkrim arin, sepse ne filluam që të shkrim arin pas viteve 800-900, do shta dhe përpara, por ne nuk ishim në gjendje që të shkrimim ashtu dhe të futim gurët njëri me tjetrin 30.000 vite më parë. Është e pamundur. Dhe tjetra që është akoma më e rëndësishme, në të 3 laborator ka dalë i njëjti rezultat. Pra, ky hekur daton 29 ose 30.000 vite më parë. Dhe lind pyetja, sepse kanë gjetur edhe objekte të tjera brenda, kush i krijoi këto piramida? Kush i ndërtoi këto piramida? Tjetra që është akoma më absurde, nga studimet e kryera, po them që nga viti 2010, le të themi deri para pak muajsh, është bërë një studim për sa i përket këtyre shkëmbijve ose gurëve që janë vendosur njëri mbi tjetrin. Mënyra e vendosjes së gurëve njëri mbi tjetrin ka dalë si rezultat që ajo formë, duke krijuar një formë piramidale, krijon përveç se një temperaturë konstante 17 gradë brenda piramidës, por për më tepër redukton vdekjen e qelizave, pra ngadalson vdekjen e qelizave. Dhe kjo jo vetëm në atë piramidë, por e kemi thënë dhe në piramidën e Keopsit, për shembull. Kështu që nëse do t'i lidhin të gjitha piramidat, sepse dikush i ka ndërtuar ato piramida në mbar botën në atë kohë. Nuk është një piramidë. Për ju që nuk e dini, janë zbulohen për ditë, se janë zbuluar me qindra mijëra piramida, por zbulohen pothuajse për ditë piramida të tjera. Nëse keni parë edhe piramidat që kemi bërë emisionin ato në Kin. Por tjetra që është akoma më absurde, në studimet që janë bërë pikërisht aty tek piramida e Visokos, pra piramida e Diellit, nga lëvizjet që kanë bërë, ose ngritja e këtyre shkëmbijve ose këtyre gurëve, që thash më përpara që deri në 2 ton, 3 ton të mëdhenj, nuk mundesh që t'im çonin me një makineri. Ishte e pamundur, sepse makineria, me fjalë, ka shumë kompleks aty në atë pozicion që të kishte në një vinç ose në një makineri tjetër që mund të vinte këto shkëmbij njëri mbi tjetrin. Dhe pretendohet që i kanë ngritur një qenie. Me fjalë i kanë ngritur me duar. Dhe bet fjalë për disa qenie që ishin nga 5 deri në 10 metra. Pra qenie, ose mirë jashtëtoksor, ose mund të ishin gjigantët. Nuk e di. Ose ndoshta ishin gjigantët që u krijuan, ose u lindën nga, siç thuhet edhe në tekstet antike, në fakt, nga alienët, ose nga ëngjëjt, dhe këta i detyruan që të punonin pikërisht për ta. Mund t'jetë dhe kështu. Atë që ka thënë edhe Zakaria Sitchin, që i morën punëtorët, morën majmunin për ta modifikuar që të bënin punëtor. Dhe dolën lindën gjigantët, ata që punuan për Enki Enlil, pra për mbretërit e atërshëm, Sumer. Megjithatë, nuk dua që të përqendrohem në këtë, por studiuesit thonë që
mënyra se si janë quar dhe nga lëvizjet që kanë para ty, pretendohet që mund të kenë qenë me trup fizik, pra qenje të mëdha, që jo njerëz, që ngrinin këto gur, duke qenë të dy bashkë një ande një këtej, dhe i vendosin aty. Tani është edhe një tjetër që është akoma më fort. Një studim tjetër. Para ca kohësh kemi bërë një video ku kam folur për një luftë nukleare që është bërë para shumë vitesh. Dhe është bërë nga nuk dihet nga kush, sepse kush kishte armë nukleare në atë kohë. Dhe bëhet fjalë për disa vite më parë. Dhe dëgjoni mirë tani. Është zbuluar që ka në disa gur lëndë radioaktive. Dhe radioaktiviteti nuk është si ai natyror, ai që gjejmë në disa zona, për shembull, që është i ulët dhe natyror, por është i theksuar dhe është tamam si një bombë atomike ose bombë bërthamore. Dhe këto bomba bërthamore në disa zona janë të përqendruara më shumë. Pra edhe vetë rezonancat, pra të këtyre lëndëve radioaktive, janë më të forta në disa zona, që do të thotë që aty në atë vend, në atë zonë, mund të ketë shpërthyer një lëndë bërthamore. Dhe të tre laboratorët kanë dhënë të njëjtin rezultat. 4500 vite më parë ka ndodhur, pra rreth 4500 vite më parë, 4600 vite më parë, ka ndodhur pikërisht pra një luftë bërthamore. Por prisni pak, sepse këto studime janë bërë vetëm tek piramida aty, pra në Visoko. Po sikur të gjitha këto studime të përputhen edhe me studimet e çka kanë zbuluar në piramidën e Keopsit, ose në piramidat e Meksikës, apo në piramidat e Kinës e kështu me radhë. Pra, ju çfarë mendimi keni për një lajm bomb të tillë? Dhe çfarë do të ndodhë tani në qoftë se ky lajm do të bëhet kaq i bujshëm, dhe çfarë do të ndodhë në qoftë se do të ndryshojnë historinë, pra ata që vendosin historinë e njerëzimit? Ju, çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja dhe natën e mirë.